Vitet e fundit, ankthi po prek gjithnjë më shumë njerëz, duke u bërë një nga problemet më të përhapura të shëndetit mendor, pakurësisht edhe moshat e reja, duke ndikuar në vijimin normal të jetës. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 1/8 persona në botë përjetojnë çrregullim ankthi gjatë jetës. Psikologët, të cilët trajtojnë rastet e prekura nga çrregullimet e ankhthit, e përkufizojnë si reagim natyral të trupit ndaj rreziqeve. Ankthi është një reagim natyral i trupit dhe i mendjes për të perceptuar një rrezik. Në vetvete ankthi është një mekanizëm mbrojtës, pra si të thuash na mbron dhe na përgatit për të përballuar disa situata që nuk janë gjithmonë të zakonshme. Kur ankthi duhet nis na shqetësojë dhe kur duhet të drejtohemi tek specialistët. Intervista të rëndësishme, intervista pune, një takim dashurie, pra disa situata që nuk ndodhin në përditshmërinë tonë edhe na shkaktojnë një lloj emocionaliteti të caktuar. Problemi fillon kur ky alarm i quajtur fillon edhe aktivizohet pa patur një rrezik real. Fëmijët nuk lindin me një ide të qartë për veten e tyre, kush janë, sa vlejnë, apo çfarë rëndësie kanë për të afërmit e tyre apo për mjedisin ku ata ndërveprojnë. Patjetër, në momentin që ne i rrisim fëmijët pa vëmendje, pa dedikim, pa i vënë ata prioritet mbi gjithçka në jetën e tyre, absolutisht që do kemi fëmijë që do kenë një vetvlerësim të ulët, do fillojnë të kenë probleme në socializimin e tyre dhe pastaj patjetër që do fillojmë të kemi edhe shqetësime të gjendjes ankthioze. Ankthi zakonisht manifestohet me rrahje të shpeshta të zemrës, tendosje të muskujve, djersitje, lodhje dhe shqetësim në stomak. Në momentin që ne përjetojmë ankth, trupi fillon dhe aktivizon sistemin e alarmit që e përmenda më përpara. Fillojmë të kemi rrahje të shpeshta të zemrës, frymarrja jon fillon të bëhet më e rënduar, kemi tendosje të muskujve, kemi vështirësi në përqendrim e kështu me radhë. Kjo ndodh sepse trupi po përgatitet për një mbrojtje, sikur rreziku është afër dhe është fizik, edhe pse nuk është një rrezik fizik. Shkaqet e këtij çrregullimi mund të jenë momentale ose të mbartura nga fëmijëria. Atëherë ankthi është shpeshherë një kombinim i të dyave, sepse sigurisht ne nuk mund të ndajmë trupin nga mendja jon. Shenjat e para të ankthit, atëherë kur bëhen të dukshme për personat që e përjetojnë ankthin, janë kryesisht fizike. Fillojnë të kenë këto çrregullimet e rrajeve të zemrës, ngurtësim në stomak, vështirësi në frymarrje. Ajo që e karakterizon një gjendje anktioze është edhe koha e shkurtër e frymarrjes. Në të njëjtën kohë mund të fillojmë të kemi përgjumje, lodhje trupore, edhe pse nuk kemi bërë një aktivitet që e justifikon mënyrën se si ne ndihemi. Kështu që po, janë dy bashkëshoqëruese. Në të njëjtën kohë, gjendjet anktioze mund të shoqërohen edhe me çrregullime hormonale të ndryshme, mund të shoqërohen edhe me përdorim substancash, me lodhje kronike, mund të shoqërohen me predispozitat biologjike e kështu me radhë. Psikologët bëjnë thirrje që persona që përjetojnë ankth të mos paragjykohen dhe situatat e tyre të mos minimizohen, por të drejtohen tek ta.